Një video e pa transmetuar më parë me imazhe tronditëse të sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 mbi kullat binjake është publikuar së fundi në shumë faqe informative në internet. Bëhet fjalë për xhirimet e një helikopteri të policisë së New Yorkut ditën e tragjedisë. Imazhet e dy kullave në flak janë publikuar nga Departamenti i Policisë së New Yorkut. Asnjëherë nuk ishin transmetuar pamje të xhiruara në një largësi kaq të afërt, ndërsa ato shfaqnin pilotin që fluturonte rreth qendrës botërore të tregtisë, e përfshirë nga zjarri në momentet e tmerrit, me shpresën për të shpëtuar ndonjë person nga pjesa e sipërme e ndërtesës. Videoja e transmetuar është pjesë e një informacioni në lidhje me sulme terroriste të dorëzuara Institutit Kombëtar të Standardeve dhe Teknologjisë, Agjencisë Federale që hetoi rrëzimin e kullave. Videoja 17 minutëshe e xhiruar nga helikopteri i shpëtimit solli në kujtesë momentet shokuese të djegjes së kullave dhe rreve të tymit që mbuloi qytetin. Vetëm helikopterët e policisë u lejuan në hapësirën ajrore ditën e tragjedisë rreth kullave dhe policët ishin të vetmit që filmuan imazhet nga lart.